Në Kanada ka komunitete të shifrave të mëdha, dhe këtë e them me bindje të plot, nga vende të ndryshme të Ballkanit. Dhe po bëhet një punë e shkëlqyer për të patur edhe grupet e miqësisë parlamentare midis Kanadas dhe vendeve përkatëse të Ballkanit. Dhe tashmë ajo që unë po vore nga puna ime e përditshme me kolegët, po dhe me autoritetet kanadeze, është që jo vetëm që janë në konsiderat vendet e Ballkanit, jo vetëm që shifrat e tregtisë sa vene dhe po rriten dhe po shtohen ato marrëveshjet e bashkëpunimit, por ka edhe kërkesa nga pala kanadeze për të bërë investime dhe për të patur një tur ballkanik nga autoritetet të ndryshme. Kjo gjë ndoshta do të ishte shumë e shëndetshme që në vijim këtë e diskutoj shpesh edhe me brezin e ri këtu në Kanada, që të kemi një përfaqësues, një zë shqiptar edhe në nivelet politike, në qoftë federale, qoftë provinciale, siç është sistemi në Kanada, nga bashkëdhetarët tanë, të cilët jo vetëm që e meritojnë, por mbështesin edhe përkrahin figurat të ndryshme politike të autoriteteve kanadeze ndër vite. Dhe pse jo, të tashmë ka ardhur koha pas 35 vitesh, 38 vitesh, që të kemi edhe ne mes të rinjve dhe të rejave tona, që janë njerëz shumë të integruar dhe me shumë dinjitet këtu në Kanada, të përfaqësojnë në parlamentet ose në zyrat më të rëndësishme të drejtimit politik të Kanadas, kuptohet sigurisht në bashkëpunim me shtetet e tyre anëtare. Unë kam fatin e madh që unë kam një vit si ambasadore në detyrë, por kur kam ardhur këtu jam përqafuar dhe kam gjetur 2 kolegë shqiptar, të cilët i përgëzoj shumë për punën që kanë bërë. Ata kanë më shumë vite se unë këtu, janë të 2 shqiptar. Është ambasadori i Kosovës, që sigurisht është shqiptar, por është edhe ambasadori i Maqedonisë Veriut, që është shqiptar. Këta 2 zotrinj dhe unë së bashku me ta Rishtazi, kemi një bashkëpunim shumë të fortë në kuadër të bashkëpunimit dhe të bashkimit të shteteve që ne përfaqësojmë në emër të një kombi të përbashkët. Dhe kjo na ka sjell edhe një reagim më të fortë dhe më të shpejt edhe nga pala kanadeze, sepse sigurisht kur bashkohen 3 shtete në siglën e tyre, por në emër të një kombi, sigurisht që perceptimi është shumë herë më serioz.